Vrasje të grave në Kosovë në shumë raste të paraprira nga dhuna në familje vazhdojnë të mbeten një prej fenomeneve më shqetësuese në vend, ndër vite dhuna ka përfunduar edhe me pasoja fatale, sipas të dhënave të raportuara së fundmi, nga viti 2010 deri në gusht të këtij viti, në Kosovë janë vrarë 62 gra nga familjarët. Në disa prej rasteve të së kaluarës, viktimat kishin kërkuar ndihmë apo kishin pasur urdhra mbrojtës, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si institucionet i vlerësojnë dhe trajtojnë rastet me rrezik të lartë. Për këtë çështje na flet avokatja Jetlira Avdiaj. Është të bash në lloj përplasje mes ideve dhe mentalitetit të një të kalume që i përgjigjet për kohë paraluçe dhe asaj pashluçe me një të ardhme që është hala e paqartë për gjeneratat e reja. Tash të qenë që ka mos përputhje mes gjeneratave, që edhe mana gjeneratet, kjo ka më shkaktuar edhe probleme që nuk i përgjigjen vetëm dhunës ndaj grave dhe vrasjes grave, por i përgjigjen edhe dukurive kriminale, të cilat shkojnë duke u shpeshtuar. Një për tyne duhet me përmend patjetër është edhe braktisja e fëmijëve nga prindërinj. Vrasja e grave ka të bëjë konsideroj që i përgjigjet më shumë një mentaliteti që është pjesërisht mbi bazën e një shoqërie të mbyllur patriarkale dhe një mentaliteti që është duke u përgjigjur një fryme fetare në të cilën nuk mundet me bosh kpuqjet për një hershme. Pas rasteve tragjike, avokatja Jetlira Avdiaj tregoi nëse institucionet po ndërhyjnë në kohën e duhur para se një rast i dhunës të shndrohet në një tjetër tragjedi. Më shumë se sa ndryshime në ligj kemi nevojë për përgatitjen të kuadrit të profesionist për kaq që i trajton rastet e dhunës në familje, rastet e viktimave të dhunës në familje, jo vetëm dhunë në familje, që i trajton në mënyrë adekuate dhe në mënyrë e duhur ashtu që të ndikojnë në parandalimin e tyre në të ardhmen. Dhuna në familje është një diçka që nuk mund të lihet aty për atyshme. Rastet e viktimave të dhunës në familje që përfundojnë edhe tragjikisht në vrasje nuk janë aty për aty, por janë diçka që kanë burimin me vite më herët. Kjo duhet më trajtuar rrënjësisht, nuk mund trajtohet vetëm kuka ndodhe dy vrasjet e grave, e tash po trajtohen vetëm këto. Por rrënjësisht duhet më trajtuar në aspektin shoqëror dhe nga ka burimin kjo. Prandaj përveç ndëshkimit të kryerësve, mbetet thelbësore që mekanizmat e mbrojtjes, policia, prokuroria dhe gjykata të reagojnë me kohë dhe ta vlerësojnë seriozisht rrezikun ndaj viktimave.